Partia Demokratike e Kosovës Dega për Gjermani para 5 vite ka përcaktuar prioritetet e veta si mekanizëm i organizuar që historia jonë mos mbetet përgjys, që të përkufizohet gjeografia kombëtare dhe gjaku derdhë për liri bëj dritë në gjitha tokat shqiptare. Dhe që ne mos mbesim përgjithmonë orgat e huaj, por të krijojmë kushtet e mira dhe të rikthehemi në atë vej dhe zbashkarisht të bashkangjitëm familjes e madhe evropiane. Partia Demokratike e Kosovës si subjekt politik i dalur nga puna shumë vjeçare e luftës për qëllim të vendit dhe nga drejtoria politike që udhëhoqi luftën e lavdishme të UÇK-s, po dëshmon se është i vetmi subjekt politik i cili do të realizojë dhe jetësojë amanetet e dëshmorëve, por do të ballafaqohet me proceset e vështira që do të presin institucionet tona në këto ditë. Ky është konstatimi meritor i kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Dega në Gjermani, në 5 vjetorin e punës dhe veprimit aktiv të këtij subjekti të mirë organizuar ndër bashkëdhetarët tanë në Mërgat.